Delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë ka reaguar për mediat në lidhje me ndryshimet e fundit të miratuara nga Kuvendi në ligjin për portet turistike në Republikën e Shqipërisë. Në qëndrimin e tij, delegacioni bën të ditur se është në dieni të miratimit të këtyre ndryshimeve dhe se ato do t'i nënshtrohen një analizë të detajuar nga strukturat përkatëse të Bashkimit Evropian, veçanërisht në aspektin e prokurimit publik dhe përputhshmërisë me legjislacionin evropian. Sipas BE-s, kuadri ligjor i Unionit kërkon që dhënia e koncesioneve të bëhet përmes procedurave transparente dhe konkurruese, përfshirë edhe në sektorin e porteve turistike. Delegacioni vëren gjithashtu se teksti i ri i ligjit përfshin elemente të ngjashëm me ato të ligjit për investitorët strategjik, i cili pritet të shfuqizohet nga Shqipëria në kuadër të angazhimeve të saj në procesin e integrimit evropian. Në këtë kontekst, BE thekson se Shqipëria duhet të shmangë çdo hap që bie ndesh me këto angazhime, të lidhura me agjendën e reformave dhe me përmbushjen e kushteve për mbylljen e kapitullit 27 në negociatat e anëtarësimit. Reagimi i plotit delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë. Ne jemi në dieni se Parlamenti miratoi ndryshime në ligjin për portet turistike në Republikën e Shqipërisë. Ndryshimet do të duhet të vlerësohen nga afër për shërbimet tona, veçanërisht në fushën e prokurimit publik dhe përputhshmërinë e tyre me legjislacionin e Bashkimit Evropian, i cili kërkon procedura transparente dhe konkurruese për dhënien e koncesioneve, përfshirë edhe për portet. Gjithashtu kuptojmë se teksti i ri përfshin dispozita të pranishme në ligjin për investitorët strategjik. Ky është një ligj që Shqipëria pritet ta shfuqizojë si pjesë e hapave të agjendës së reformave dhe në kuadër të kushteve përmbyllëse për kapitullin 27. Shqipëria duhet përmbahet nga çdo hap që bie ndesh me këto angazhime. Përfundon reagimin delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë. Kujtojmë se më herët edhe opozita e ka kundërshtuar ashpër ligjin për portet turistike. Ka qenë deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa, ajo e cila ka paralajmëruar se do ta dërgojnë edhe në gjykatën kushtetuese. Partia Demokratike lëshon një sër akuzash të forta për qeverinë Rama, në funksion të së cilës sipas saj u miratua edhe ligji për portet turistike.